Kushtet e paqëndrueshme atmosferike kanë detyruar autoritetet detare në Vlorë të ndërmarrin masa të menjëhershme sigurie për të mbrojtur jetën dhe pronën në det. Gjatë paraditës së kësaj të njëjtje është pezulluar përkohësisht lundrimi për të gjitha mjetet e vogla lundruese, përfshirë skafet turistik dhe anijet e peshkimit artizanal. Kjo masë vjen si përgjigje ndaj përkeqësimit të ndjeshëm të kushteve hidrometeorologjike në rajon. Sipas njoftimit zyrtar të kapitenerisë së portit të Vlorës, moti i keq ka përfshirë zonën bregdetare që nga ora 8 e mëngjesit të së njëjtës, duke sjellë erëra të forta në drejtim jug-juglindje, me shpejtësi që varion nga 15 deri në 20 metra në sekond. Këto kushte kanë shkaktuar ngritjen e dallgëve në lartësi 1.5 deri në 2 metra, duke rritur ndjeshëm rrezikun për mjetet e vogla që operojnë në afërsi të bregut. Autoritetet detare bëjnë të ditur se ndalimi i përkohshëm i lundrimit është ndërmarrë në kuadër të protokolleve të sigurisë dhe është i domosdoshëm për të shmangur çdo incident të mundshëm që mund të cënojë sigurinë e jetës në det. Ata u bëjnë thirrje qytetarëve, operatorëve turistik dhe peshkatarëve të tregojnë kujdes maksimal dhe të respektojnë udhëzimet e dhëna deri në përmirësimin e kushteve të motit. Në anën tjetër, linja ndërkombëtare të transportit detar për pasagjerë dhe automjete në itinerarin Vlorë-Brindisi, Vlorë, do të vazhdojnë të operojnë normalisht. Anijet të mëdha të këtij itinerari janë të pajisura me teknologji të avancuar për lundrim në kushte të vështira dhe janë të certifikuara për të përballur me motin e keq. Megjithatë, pasagjerëve u këshillohet të informohen paraprakisht për çdo ndryshim të mundshëm në oraret e nisjes, pasi situata mund të ndryshojë në varësi të zhvillimit të motit në orët në vijim.